Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacione dhe këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zërat e qytetarëve kemi mundësinë të plotësojmë tablon e informacionit në fillimin e kësaj dite të re. Gazeta Panorama sjell titujt Kontratat e fotovoltaikut, Afera re e Ballukut dhe Xenoklosit, SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion, hap dosjen, hetimet. Emisioni Veting zbulon një tjetër aferë të rëndë të Belinda Ballukut dhe deputetit Xenoklosi. Një kontratë nënshkruar me nxitim për një impiant fotovoltaik në Fier me gabime në vendodhje dhe me përfitues të lidhur me vëllezërit Klosi, ka hapur një zinxhir dyshimesh për korrupsion, konflikt interesi dhe abuzim me detyrën. Struktura e posaçme antikorrupsion po heton nga licencët e dyshimta te kompania Orher, që ndron pronar dhe administrator, e deri te hoteli luksozi pa deklaruar i Klosit në Londër, një skem klientelizmi dhe mashtrimi institucional. Vritet në Elbasan biznesmeni Edmond Mahalla, gjendet me 5 plumba brenda në makinë pranë karburantit të tij. Ambienti survejuar me kamera. 2 autorët largohen drejt Librazhdit me Audi të zi. Gjykata nuk pezullojnë ministra. Rama citon Venecian për Ballukun. Berisha dhe Bardhi akuza për presion ndaj gjykatës, mbron të pandehurën, frikë nga drejtësia. Reagon Berisha, pezullimi i ministrave gjatë hetimeve është praktikë normale në Bashkimin Evropian. Përpjekja, përballja shqiptarëve me komunizmin. Fatos Lubonja, rruga që na çon te mbyllja e llogarive. Nga sot nis shpërndarja e bonusit, ndërsa rritja në janar për pensionistët. Redaksionalja e gazetës Panorama mban titullin E premtja e dorëheqjeve europiane, e përditshme e skandaleve shqiptare. Nga Aneta Walter, në fillim ishte fjala dhe Shqipëria jon. Nga Afrim Dangëllia, mesazhi për shqiptarët i profesor doktor Helmhen. Nga Bedri Bloshmi vjen dosja 35 ditë i lidhur kokë e këmbë, poeti që sfidoi Hasbiun dhe refuzoi misionin në Belgjik, dëshmia tronditëse e shokut të qelis për Wilson Bloshmin. Nga Visargjiti, festa në Chicago, historie që valvitet nga Skënderbeu te pavarësia e Kosovës, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, patronazhistët, politikanët dhe krimi silitar që mbajnë varur lirinë e medias. Anketa. Komiteti Shqiptar i Helsinkit identifikon se pengesa kryesore për lirinë e medias mbetet politika dhe politikanët si burimi kryesor të presionit, duke përmendur sulmet verbale të aktorëve me pushtet politik, ekonomik apo kriminal. Sipas të anketuarve, 94.1% nuk kanë kërkuar kurrë ndihmë nga organizatat jo fitimprurëse të medias. 70.8% e vlerësojnë median si pak të lirë ose as pak të lirë. 58.4% është përkeqësuar dhe 37.1% thonë se kërcënimet janë në rritje të ndjeshme. Përveç censurës, 42.6% e gazetarëve raportojnë se janë urdhëruar të publikojnë lajme të gatshme pa i kontrolluar ato. Ja harta e dosjeve të nxehta që censurohet, nga inceneratorët, arrestimet e drejtorëve, aferat e spitalit onkologjik, ekspozimin e paregullësive në sistemin TIMS, projektin e aeroportit të Vlorës e të tjera. Drejtësia shqiptare. Ushtari i Vetingut Olsi Komici, nën petkun e deputetit, shkelmon reformën në drejtësi, synon kontrollin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë me manovra në ndryshimet ligjore. Avokat Ndue Pjetra, struktura e posaçme antikorrupsion në skandal, hetimet dalin në media para se të firmose nga prokurorët, dëshmi e korrupsionit në sistem. Kompanitë e sigurimit përfshihen në sigurime fiktive, ja skema. Kryeministri Rama, Shqipëria nuk ndalet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Rrisim pensionet nga janari, rritje 5 fishuar në 2030. Komisioni për territorialen, Haxhi Mali, deputetët e ngurtë në mbrojtje të reformës së dështuar të 2015-s. Berisha, ja misioni i opozitës. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës, Albania Book Fest,
një festë e jashtëzakonshme e librit, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar në Shtetet e Bashkuara. Flet skulptori që ka këdhëndër me dalt historinë e kombit shqiptar. Skulptori i popullit Montaz Drami, pengu im të shoh një monument madhështor të Ismail Qemalit përballë atij të Skënderbeut në Tiranë. Gjirokastra, vendlindja ime e shenjtë, ndërsa dalta besnike që gdhenda historinë. Në lice kam qenë në një klasë me Zef Shoshin, Stefan Priftin, Dimitraj Trebickën, Sotir Kosta e të tjerë, ndërsa mësues kam pasur Abdullah Cangonjen dhe Kel Kodhelin deri në mbrojtjen e diplomës. Nga profesor Aleko Miho bëhet opinioni me titull Ja përse përmbytet Shqipëria. Nga Bujar Hudri, Panairi i librit, çmimet dhe juria që nuk ka kohë të lexoj librat, është titulli i një shkrimi që botohet në brendësi të gazetës Telegraf. Në faqen e parë të kësaj gazete vijnë titujt e tjerë: Babëzia në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, ja skema korruptive në agjenci, inspektorët merren 100 deri 500.000 lekë për të kualifikuar fermerët e partisë për ndihmë. Alarmi i Bashkimit Evropian, ushqimi në Shqipëri jashtë kontrollit, pa analiza. Dosje, raporti britanik, si u arratis Ahmet Zogu me 50.000 monedha ari dhe $2 milion. Peripecit e largimit nga Shqipëria në Selanik, sëmundja e Geraldinës, udhëtimi nga Turqia në Suedi, si i shpëtoi aksidentit në Varshavë dhe zbulimi llogarive rrjedhëse në Manhattan. 20 vjetori i gazetës Telegraf, flet poetja Mimoza Çobo dhe Kozma Gjini. Gazeta Telegraf, 20 vite altari fjalës së lirë në hijen e flamurit dhe dritën e amanetit kombëtar. Mozaik dhe aktualitet, Klodi Stralla, bashkëpunëtorët, nacionalistët dhe komunistët gjatë luftës antifashiste nacional shërimtare. Cafo Boga, dita e pavarësisë dhe zhgënjimi me punët e papërfunduara. Mjekësi, ulçera e stomakut dhe duodenit, jashtë shenjat, trajtimi dhe këshillat, studimi i ri për hipertensionin dhe depresionin, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita. Çfarë ka thënë Venecia? A e ka ndaluar Venecia pezullimin e Ballukut, siç thot kryeministri? Me çfarë ka të bëjë raporti publikuar në 2025 dhe a i përmend ministrat? Deklarata që Venecia ka ndaluar rreptësisht pezullimin e ministrave është interpretim apo një referencë bazuar në një dokument të publikuar dhe të njohur? Vendimi për Ballukun si një hap me risk të lartë interpretimi juridik dhe politik dhe ku spekulohet. Analiza e rastit dhe krahasime. A është pezullimi i Ballukut mesazhi i parë i strukturës posaçme antikorrupsion për të shmangur arrestimet e politikanëve? Cili do qoftë vendimi i gjykatës kushtetuese, ai nuk do të hyjë në themel të akuzave të strukturës posaçme antikorrupsion dhe as të motiveve që kanë shtyrë këtë të fundit të kërkojë masa parandaluese. Prokuroria ka lëvizur me shkallëtësi brenda një boshllëku ligjor. Pse 28 dhe 29 nëntori janë data që vlejnë vetëm nëse na drejtojnë shpinën? Ky është titulli një artikulli nga Adrian Thano. Për pushtimet e padukshme në paqe që janë edhe më të rënda se plumbi dy fekut në luftë. Pse të rëndët nuk janë thjesht varre dhe data. Fotoshënim. Ti urosh çlirimin me kostum $5.000 popullit që mezi shtyn muajin. Në një vend ku rroga minimale është 300-400 euro, mesazhi që jep është unë nuk jam si ju. Skënder Mingjozi, mund të tallesh me kafen, por jo me krizën. Mbrëm në Elbasan, vrasjet po kthehen në normalitet të rrezikshëm. Rubrika e shëndetit, pse shumë njerëz po vuajnë për vite me radhë mospasjen e një fëmije. Kriza e heshtur e infertilitetit që tashmë ka prekur 1 në çdo 6 persona në mbar botën. Këshilla, ushqimi, çfarë nuk duhet të ham në mëngjes? Ushqimet e zgjedhura, shëndeti i veshkave nis në tryez. Telebingo shqiptare, në treg bileta speciale vitit të ri, me të cilën do të fitohen mbi 100.000 euro. Në brendësi jepet lista e plotë e fituesve për shortin. Kuqezi është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Fillojmë me gazetën Standard. New York Times, mbetjet e Shqipërisë ndotin Dubrovnikun.
Mashtrimi. Rama përdor një opinion të ChatGPT si opinion të Venecias për të mbrojtur Ballukun. Përgjimet në Sky Encrochat. Pse i duhen krimit policët e korruptuar? Washingtoni kujton Ramës kartelet e drogës në ditën e flamurit. S'kan fund ushtarët e krimit në polici, por Proda nuk lëviz nga Karrigja. Shpopullimi alarmant, 1 në 3 shqiptar planifikon emigrimin. Autobusi Unazës merr para disa mjete të parkuara tek pallatet me shigjeta. Ekzekutohet biznesmeni në Elbasan, autorët largohen. Jepen detaje nga ngjarja në brendësitë e gazetës Standard. Rama anullon ankandin e pasurive të Beketit, favorizon shpëtim shijakun që vijon bizneset e Zotos. Balluku i dha impiant fotovoltaikësh kompanisë së lidhur me Cenoklosin, janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës Standard në versionin online. Gazeta Tema, një nga kinemat më të famshme të Parisit, e pushtuar nga pleshtat. Shkarkim apo pezullim? Çfarë ndalon Komisioni Venecias për anëtarët e qeverisë? Fitoni para, mos bëni luftë. Plani i vërtet i Trumpit për Ukrainën. Çfarë shkakton varësinë dhe si mund të dalim prej saj? Murizi nuk kursen Bylykbashin, hipokrit. Bashkuat votat për një karrige të qelbër për menderën tuaj. Partia Demokratike nuk fiton kur. Spiun dhe Çimka, Vokshi tregon çfarë ndodhi mes Nokës dhe Aliajt. Sali Berisha me kostum Brioni mbi $5.000 uron shqiptarët për ditën e pavarësisë. Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit të Ballukut. Berisha pas deklaratës së Ramës pyeta diellën, më tha nuk është e vërtetë. Avioni ajror turk pa pilot bëhet droni parë në botë që qëllon raketa ajër. Mond Mahalla me precedent penal në fushën e narkotikëve, u qellua kur u fut në makinë, vrasja në Elbasan, autorët u larguan me Audi drejt Librazhdit, ja ku dyshon policia. Lara Kolturi, tjetë rezultat të shkëlqyer, e treta në garën e slalomit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Lamborghini dhe milioner, historia Dorian Pukës që sfidoi Anglinë për herë të tretë. Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin Rama dhe Berisha mund të debatojnë vetëm mbi përmirësimin e reformës në drejtësi. Antena brenda familjes, Muli i del në krah doktorit për kostumin €5.000. Janë shkrimet që vinë në gazetën Tema, shkrimet në faqen e saj kryesore. Portali ABC News Albania, Rama kushtetuesës, ruani Republikën. Kryeministri për pezullimin në numrit 2, absurditet i rrezikshëm. Pezullimi Ballukut, Rada, e njëjta drejtësi liroi Berishën nga aresti se kishte një punë për të bërë. 29 nëntori, presidenti Begaj, gëzuar festën e çlirimit në Shqipëri, përgjithmonë besnik ndaj të njëjtave vlera. Ukraina, Rama si Trump, të flasim me Moskën, në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Kryetari i Kuvendit mesazh për ditën e pavarësisë, trashëgimia e themeluesve udhërfyes për të ardhmen. Janë shkrime që vinë në portalin ABC News Albania. Start News, rregullat e Bashkimit Evropian, etikë e re në administrat dhe politik. Drafti, drejtorët dhe ministrat, deputetët të tregojnë me kë komunikojnë. Investimet dhe zgjerimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, reformat kushti kryesor për integrimin. Kupa e botës, ambasada amerikane në Tiranë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mundësojnë udhëtime të sigurta për sportdarësit. Aplikoni tani për vizë. Nga sot nis ndarja e bonusit për pensionistët. Rama, pagat dhe pensionet do të rriten çdo vit. Aktualitet, avioni ajror turk pa pilot bëhet droni parë në botë që qëllon raketa ajër. Dërgesat postare shënuan rritje rekord në tremujorin e dytë. Shtohen dërgesat nga operatorët e tjerë. 57% e shqiptarëve i shohin influencerët e rrjeteve sociale si burim dezinformimi. Bllokohet kalimi në Kakavi. Protestat e fermerëve grek priten të zgjasin deri më 5 dhjetor. Emri dhe fotot. FBI sekuestron një nga makinat më të rralla në botë. Prodhimi i 2002-shit kushton $13 milion. Ja kush është pronari i saj. Ekonomi, turist koprac, vinë më shumë, por shpenzojnë më pak. Transaksionet bankare në nivele rekord. Banka e Shqipërisë
1.3 trilion lek lëvizje në tetor. Euroja ngec në 96.70 lek. Banka e Shqipërisë fiksohet në këtë nivel, kursi i këmbimit pa luhatje të mëdha gjatë muajve të fundit. Sistem shkëmbimi automatik i të dhënave mbi pagesat ndërkufitare. Tatimet përfundojnë fazën paraprake. Në 2026 pritet finalizimi. Politik, Bylluk Bashi, ulja e numrit të deputetëve zhduk pluralizmin. Murizi, o erdhi hipokrit, bashkuan votat për një karrige të qelbur. Vazhdon aksioni për lirimin e hapësirave publike. Rama, vijojmë punën. Artan Fuga, klasa politike e vjetëruar në moshë dhe ide. Votuesit ndjekin liderët, jo programet. Partitë e reja nuk fitojnë besim. Rama, do të sillim në Shqipëri një ndër ekselencët më prestigjioze të shërbimit spitalor. Përplasja në Partinë Demokratike Kamës, SPAHO, si në kohën e Partisë Punës së Shqipërisë, antarësia duhet të mendojë si flamur, Berisha mbron Nokën, Demokratja, Noka dhe Vokshi të dorëhiqen. Berisha, humbja 11 majit ishte fars, Partia Demokratike nis analizën dhe protestat shtrihen jashtë Tiranës. Në rubrikën opinion nga Pal Nikoli botohet shkrimi Republika e tolerimit të shkeljes. Nga Florian Kalaja, kodi ri penal dhe amendimi kushtetutës. Nga Ardi Stefa, çdo mendim ndryshe është fasad. Pa bekimin e Berishës, asgjë nuk ndodh në Partinë Demokratike. Kultur, festat e nëntorit në Kamës, koncert festiv dhe ekspozit pikturash në Pallatin e Kulturës Artan Cuku me krijimet e nxënësve të shkollave. Ndahet nga jeta dramaturgu britanik Tom Stoppard. Ministri Blendi Goxha ndau pamjet mreslënse të aktiviteteve në luginën e Preshevës në kuadër të festave kombëtare. Rajoni, analize Radios Europe e Lirë, si ndryshimet në botë mund të sjellin njohje të reja Kosovës. Nga bota, plani amerikan për paqe, Marco Rubio, i shërben të ardhmes së qëndrueshme të Ukrainës. Pranoi se gënjeu në CV-n e tij. Ministri i Mbrojtjes së Romanisë jep dorëheqjen pas 5 muajsh në detyrë. Sport, Lionel Messi mund të fitojë për herë të parë titullin e MLS-s, përballë do të ketë legjendën gjermane. Janë shkrime që vinë në Start News. Gazeta Koha Jon, si gjithmonë njofton që ka çelur anketën Njeriu i vitit 2025. Mund të votoni në faqet online të kësaj gazete. Papa Leo i 14 në Beirut, një vizitë për paqe në mes të tensioneve rajonale. Nuk ndalojnë vrasjet mafioze. Ekzekutimi i biznesmenit në Elbasan zbulohet si u vra Edmond Mahalla. Nga lavdia në fund të tabelës, shifrat tregojnë se Tirana po kalon sezonin më të errët në histori. Strategjia jep fitoren Verstappenit në Katar, Piastri i dyti, dram për vendin e 4. Situatë vërtet e pa precedent. Si mund të falet një kryeministër që nuk është dënuar? Kristian Aslani humbet penalltinë e barazimit në minutën e 90, janë shkrime që vinë në gazetën Koha Jon. Gazeta Koha që del në Prishtinë, vetëm vetëvendosja me koalicion. Partitë e tjera të mëdha garojnë të vetme. Nga Flaka Suroj botohet opinioni me titull "Ne deshte me e ba, po ata s'na lanë". Paneli zgjedhor i ankimimit dhe penaliteteve jep të drejtë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Anullon qendrat alternative të votimit jashtë Kosovës. Mustafa rrëfen si i kuptoi shenjat e para të demonstratave të 81-shit. Askush nuk e mori me seriozitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukrainë, bisedime produktive, por duhet më shumë punë. Betejë brenda Komisionit Pavarur të Kualifikimit vazhdon të hënën. 8 kosovarë arrestuar në Serbi që nga qershori. Janë shkrime që vinë në gazetën Koha që del në Prishtinë. Gazeta Mapo, mbushin 19 vjeç, 3 medalje në 3 javë. Lara Kolturi bën mrekullin. Ngjit Shqipërinë në vendin e 3 në botë për ski. Shanse të mira për paqe. Trump vlerëson negociatat me Ukrainën. Witkoff niset drejt Rusisë. Aksident e pallati me shigjeta. Autobusi shmang bicikletën, por nuk shmang dot përplasjet me makinat. Shpirti i motrës. Familjarët në vendin ku vra Edmond Mahalla në Elbasan. Kush ishte Edmondi Mahalla që mbeti viktim?
Biznesmeni u ekzekutua me 2 plumba në kokë. Atentatorët u larguan pasi u siguruan për vrasjen. Editoriali shkruar nga Prezoge mban titullin Dumani në krye të Spakut, një kuotë për të mbajtur e rritur. Nga Fitim Zekthi, nuk pati një çlirim të vendit nga komunistët në vitin 1944. Nga Brahim Shima, qeveria është thjesht palë, por pezullimi një ministri është jo vetëm drejtësi, por dhe interes publik. Janë në shkrimet që vinë në gazetën Mapa në versionin e saj online. Kalojmë tani tek Alfa Press. Atentati mafios në Elbasan, reagon Ervin Saljani, Shqipëria në dorë të bandave. Vrasjet kryen ku të duan, si të duan dhe kur të duan. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Baçi, kemi zhvillime të vrullshme politike. Kafja i bën mirë Partisë Demokratike. Nga Indrit Vokshi botohet shkrimi me titull Nuk ua ka fajin klamur noka. Pezullimi Ballukut, Rama e cilëson vendimin absurd. Gjykata kushtetuese t'i jap drejtim. Gjykata kundër krimit organizuar ja përse u pezullua nga detyra zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Vinë në Partinë Demokratike si spiun me çimka. Albana Vokshi reagon pas publikimit të debatit mes Nokës dhe antares së kryesisë në Kamës. Mashtrimi, Rama përdor një opinion të ChatGPT si opinion të Venecias për të mbrojtur Ballukun. Komisioni Venecias nuk ka raport për pezullime ministrash. Berisha, Rama po i bën presion kushtetueses. Agron Gjekmarka i bën autokritik të thellë. Kam mëkatuar kur kam folur kundër Sali Berishës. Një prokuror dhe një gjykatës u bën bashkë kokë më kokë. Rama në podcastin Flasim. Pezullimi Ballukut presion ndaj politikës. Sherri me Nokën, Berisha justifikon. Jemi Parti Demokratike e mendimit të lirë. Zonja nuk është përjashtuar. Puçi i Kafenes, Ali Mehmeti, struktura e Partisë Demokratike nuk mblidhet të dëgjojë demokratët. Takimi nuk ishte për të krijuar fraksione ose parti të re. Avokati i Berishës sulmon Saljanin dhe hedh një kunj për Grida Dumën. Janë mbledhur ca zhigolo që bisedojnë për plakën partnere. Berisha mbyll debatin për largimin e tij nga kryetari i Partisë Demokratike. Dorheqja i shërben diktatorit të Ramës. Unë jam me mision. Janë në shkrime që vinë në faqen kryesore të Alfa Press. Kalojmë tani tek portali publik. Ekzekutimi i biznesmenit në Elbasan me 2 plumba në kokë. Të shtënë me armë ekzekutohet biznesmenin në Elbasan. Radikalizmi islamik, çfarë paralajmëroi Bemblushin në Jam Musliman. Alarmi nga mjekët, fajtori i padukshëm po dëmton fëmijët në Tiranë. Murizi sulmon opozitën, keni shitur demokracinë që në prill 2008. Turp kombëtar, mbetjet shqiptare përfundojnë në Dubrovnik. Radhë kilometrike në aksin Librazh-Elbasan, qarkullimi i bllokuar. Chiara dhe Luizi mbyllin komentet. U takua me Putinin, Polonia jep goditjen e papritur Orbanit. Mjeti përfshihet nga flakët, shpëton mrekullisht nëna me fëmijët. Mes fjalimeve përlotëse, varroset shpat kasapi. Nëntori tregoi fytyrën e vërtetë të sigurisë në Shqipëri. Video horror, autobusi merr para një njeri me bicikletë. Autobusi del nga rruga te pallati me shigjeta, janë shkrime që vinë në portalin publik në faqen e tij kryesore. Kalojmë tani te Faktor.al, Partia Demokratike del me propozimin konkret. Mund të bëhemi si India, asgjë s'na mungon. Ekzekutohet biznesmeni. Rama dhe djalli i Shishës është titulli një analize nga shkrimtari mirënjohur Dashnor Kokonozi. Petrit Vasili, o Edi Rama o Karagjoz, po e bëre qeverinë si Zusk. Albana Vokshi sulmon militantët, vinë në Partinë Demokratike si spion me çimka. Rafimi rrallë i Rezard Veleshnjës, si më shfrytzuan narkotrafikantët. Nuk përmbahet Gjekmarkaj, më katova kur shava Berishën, ai është burr shteti, më i madhi në 100 vite. Janë shkrime që vinë në Faktor.al. Agjencia e lajmeve online NOA, atentatin në Elbasan, policia merr në pyetje disa persona, çfarë dyshohet? Momente drejtoruese kur motra vraponte makina ku u gjeti pa jetë Edmondi 43 vjeçar. Pamjet brenda makinës ku i morën jetën ekzekutiv mafios biznesmenit në Elbasan vinë me një foto në faqen e agjencisë NOA.
Bllokimi në Kakavi duket se do zgjas. Protestat e fermerëve grek pritet të zgjasin deri më 5 dhjetor. Trishtim në futbollin shqiptar. Humbi jetën futbollisti i ri i klubit Elbasani. Deutsche Welle, 3 palë zgjedhje brenda vitit në Kosovë. Mosmiratimi i buxhetit rrezikon mirëqenien sociale. Janë shkrime që vinë në agjensinë e lajmeve NOA. Agjencia tjetër e lajmeve VNA, ekzekutimi i biznesmenit, policia jep njoftim zyrtar. Identifikohet biznesmeni vrarë në Elbasan, Mondi Mahalla, pronari i karburantit të Xhaxha Oil dhe El Taksi. Të shtëna me armëzjarrin në Elbasan një viktim, Ali Mehmeti. Partia Demokratike nuk respektoi hapjen dhe demokracinë e premtuar, prandaj ra mbështetja. Epoka para gjyqit është titulli i një komenti në agjensinë e lajmeve VNA. Abuzimet në tregun farmaceutik, barna të mbajtura në lagështir. Shpërthimi me tritol në shtëpinë e Gentian Zotos, jashtë fiksuan kamerat e sigurisë. Kam foto dhe video të tuat. Dyshohet se abuzoi me 19 vjeçaren. Oficeri i policisë pas ngjarjes është larguar në Kosovë. Rama komenton sërish vendimin e gjykatës kundër krimit organizuar për pezullimin e Ballukut, precedenti rrezikshëm. Berisha përpiqet të kontrollojë narrativën, ndërsa rritet frika nga një rebelim i mundshëm në Partinë Demokratike. Kronika, dënimi për nënën e autorit të dyshuar të vrasjes së Ilaria Sulës, reagon familja, 5 minuta gjyq, kjo nuk është drejtësi. Zyrtarët ukrainas dhe amerikanë fillojnë takimin në Florida për të diskutuar propozimet për të dhënë fund luftës me Rusinë. Histori të harruara, Petrina Alarupi, dënimi politik i 17 vjeçares vetëm për shkak të biografisë. Janë shkrime që vinë në agjensinë e lajmeve VNA. Kalojmë tani në Skyweb. Rama, pezullimi i Ballukut është presion ndaj politikës. Aftësitë që kërkohen për të përshtatur në një treg pune që po ndryshon shumë shpejt. 5 cilësi njerëzore që inteligjenca artificiale nuk do t'i zëvendësojë kurrë. Nga vjosat e Drini, mbetjet minerale ndotin lumenjtë të Shqipërisë. Shqipëria rregullon tregtimin e kriptovalutave, transparencë dhe licencimi detyrueshëm. Kaos me fluturimet në botë prej problemeve të Airbus, si u menaxhua situata në Rinas. Shqiptarët nxjerrin parat nga 2 shekët dhe po i fusin në banka, rritje ndjeshme e depozitave në tetor. Pse kompanitë e Kosovës po zbarkojnë në Shqipëri? Turku 3700, unë 1200 për të njëjtën punë, shteti në gjumë. Tete Albania shtyp minatorët, i detyron të mohojnë grevën dhe të heqin dorë nga çdo e drejtë. Rekord shpenzimesh për luftën e Europë. Kompanitë e armëve fërkojnë duart, janë shkrime që vinë në portalin Skyweb, që i kushtohet kryesisht ekonomisë. Bold News, mandatet e institucioneve të pavarura si punë e dorës së dytë. Loja marrësi të Xhaferllarit me afatet e dosjes Ballukut, cili është halli kryetares, mes policisë dhe parave të krimit, është titulli një komenti. Rama anullon ankandin e pasurive të Beketit, favorizon shpëtim Shiakun që vijon bizneset e Zotos. Nga vjosat e Drini, mbetjet minerale ndotin lumenjtë e Shqipërisë, autoritetet mbyllin syt. Vrin, grabitja e radhës që ul në tryez krimin me biznesin dhe politikën. Përplasja burokratike përmbyt 10 shtëpi dhe 100 hektar tokë në Lezhë. Mashtrimi, Rama përdor një opinion të ChatGPT-s si opinion të Venecias për të mbrojtur Ballukun. Me Lamborghini dhe milioner, historie e gangsterit shqiptar që sfidoi 3 herë Britaninë. Përplasja Bajri Lici, dosja e plotë e vrasjes së Fatbar Licit. Ekzekutohet biznesmeni në Elbasan, 2 pluma në kokë brenda Range Roverit, janë shkrime që vinë në Bold News. Kalojmë tani tek portali Pamfleti. Atentatin në Elbasan, biznesmeni u qellua me 2 plumba në kokë. Autorët u larguan me Audi, dyshohet larje hesapesh. Frika më e madhe e Ukrainës në negociatat e paqes, thika pas shpine nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kupola Michelangelos, plani i Italisë për të mbrojtur Europën. Sklerokracia, sondimi kriminelve. Si u kthye koha në para.
Bisedimet e paqes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rubio, Ukraina do të jetë sovrane, e pavarur dhe e begat. Hipokritët e Partisë Demokratike sërish pazar me Ramën për një karrige në parlament. Të tradhtosh kombi për $100, si Rusia po përdor adoleshentët Ukrainas për sabotime. Editoriali i pamfletit titullohet Një tjetër luftë në horizont. Në rubrikën politik botohet shkrimi mesazhi dëshpëruar në shishe i Edi Ramës nga Vjena drejt Washingtonit. Janë shkrime që vinë në portalin Pamfleti. Kalojmë tani tek SNA. Adoleshentë shqiptar dembel ushqehen mirë, por 75% bëjnë jetë sedentare. Kafeja me rritjen më të lartë të çmimit në tetor, por shqiptarët nuk heqin dorë, konsum rekord. Kthjellime dhe vranësira kalimtare do të jetë moti për ditën e sotme, duke referuar një shkrimi në portalin SNA. Urbani devijon te pallati me shigjeta, disa të lënduar. Rubio, bisedime produktive Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ukrainë, duhet më shumë punë për të arritur një marrëveshje. Atentati në Elbasan, biznesmeni u vra me 2 plumba në kokë, dyshime për 2 autor. Kina prezanton Walker S2, robot humanoid në të gjitha pikat kufitare pranë Vietnamit. Spektakël në Formula 1, titulli në garën e fundit, Verstappen fiton në Katar. Zelenski telefonon në rrutën, ditë e rëndësishme për Ukrainën, shumë gjëra do të ndryshojnë. Murizi akuzon demokratët, bashkuat votat me Ramën për një karrige të qelbur në kuvend. Kalojmë tani tek Durrës Boulevard, tek Gazeta Boulevard, gjyqtarët futen në betejë me qeverinë, kushtetuesja pranon kërkesën për pagat e tyre. Abuzimet me tregun farmaceutik, barna të mbajtura në lagështirë, masa urgjente është marrë. Gjykata kundër krimit të organizuar, ja pse u pezullua nga detyra zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Për qaramanët e Partisë Demokratike nuk është fshirë shkrimi, spak më synë në Bashkinë e Durrësit. Sfidoi Anglin për herë të tretë. Daily Mail shkruan për Dorian Pukën. Janë shkrime që vinë në gazetën Boulevard. Durrës lajm, po vjedhin remitancat. Deputeti Cara ngres shqetësimin. Kursi i euros dhe inflacioni po ulin mbështetjen ndaj pensionistëve. Festat e 28-29 nëntorit, Qendra Kulturore e Durrës faq koncertin Dua më shumë Shqipërinë, janë shkrimet që veçuam nga portali Durrës Lajm. Kalojmë tani në gazetat periodike kulturore. Gazeta Nacional në faqen e saj të parë sjell mjaft shkrime interesante që kanë të bëjnë jo vetëm me kulturën, por edhe me shoqërinë. Pavarësia e Shqipërisë, coptimi territorial dhe arsyet gjeostrategjike, është një shkrim nga Flamur Buçpapaj. Flet për Gazetën Nacional Pandeli Koçi, ish redaktori i shtëpisë botuese në Infrashëri. Pandeli Koçi, shtëpia botuese në Infrashëri, vendi ku botuan veprat që i dhan Kadares famë ndërkombëtare dhe i çuan drejt kandidimit për çmimin Nobel në letërsi para vitit 1990. Biznesmeni Avni Ponari, i suksesshëm, i besueshëm, transparent dhe i vendosur për të realizuar objektive, shkruan Skënder Demaliaj. Nga Uk Zenel Buçpapaj shkruhet për librin e ri të poetit shqiptaro-amerikan Sami Mulej, Të mbash gjallë një emër. Ky është libri 7 me poezi i autorit. Editoriali shkruar nga Elez Bibere mban titullin Shqipëria, midis dinamikës së reformave dhe bristësisë demokratike. Nga Jusuf Buxhovi, pavarësia e Shqipërisë, kthim në familjen europiane. Nga Lufter Xhoveli, bimët në poezi dhe këngët shqiptare. Nga Avni Mustafa, të dhënat të reja mbi varimin e Josif Bagerit dhe amaneti i tij. Nga Dr. Sali Bytyçi, e vërteta e tregimit të Teki Dervishit për vizitën që i bën shokut të shkollës në Dejnë më 1972. Nga Elda Keci Novelli, Shtëpia Botuese Nacionale dhe Shtëpia e Shkrimtarëve dhe Artistëve Durrës sjellin debatin krijues për poezinë bashkëkohore shqiptare. Nga Regina Resta, çmimi i ekselencës poetike ndërkombëtare Sergio Camelini, Modena, Itali. Nga Fatos Rushiti, 19 poet shqiptar të Iliridës në Gazetën Nacional. Poet të famshëm botror vinë në përkthimin e Anton Paplekës. Nga Irma Kurti, në përkthimin e Irma Kurtit vinë poezi nga Michael Lee Johnson. Tregim nga Zana Tako, Jeta në Udhkryq. Poezi nga Genta Muhaxheri, Mallkim. Greva ime nga Helena Ferruku.
Poezi nga Konrad Ferdinand Meyer vjen në përkthimin e Skënder Buçpapajt. Nga Frank Gjoka vjen shkrimi Akademiku Mark Vuji, ishte dhe mbetet Thesari Dijes në Arsim, janë shkrimet që vinë në faqen e parë të Gazetës Nacional. Kalojmë tani te Gazeta Ex Libris. Paneri i parë i librit shqip në New York. Është një shkrim nga Dr. Pashko Camaj. Dekalog me poetin Preng Maca, bisedoj Tef Topalli. Bustina e Kamomilit, pop kulturë shqiptare mes kinostudios dhe TikTokut, shkruan Andreas Dushi. Përkthimet dramatike të Akilet Tasit, një shkrim nga Stefan Çapaliku. Nga Noel Boci, me mecëria zani fillore e fjalës poetike, poezia Osip Mandelstamit. Shënime mbi librat nga Gjada Kuka, rrethi i përsosuri Suzana Varvarica Kukës. Nga Sonila Strakosha, një aventurë sa e bukur dhe e mrekullueshme, paqe fort dhe e egër. Nga Orin Maxhari, fati figurës femërore në letërsi dhe 2 gratë që urdhëruan vrasjen e Gjon Pakzorit. Fate Velaj në panairin e librit në Vjenë. Teatri poetik në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi. Një kolazh me poezitë e Migjenit, Samet dhe Pipës interpretohen nga studentët. Qendra e botimeve enciklopedike dhe albanologjike e Akademisë Shkencave të Shqipërisë i bashkohet rrjetit evropian të enciklopedive. Nga Ilir Çomani, Bexhet Nelku, ky visar i heshtur në pelikulën e kinemas shqiptare. Bibliotekë është rubrika ku botohen krijimet nga autorët Gjeni Shehaj boton Letër Fës. Nga Mark Simoni, Mrekullitë e qyteteve të vogla. Mehmet Elezi, Anja Karenina. Atë Pjetër me shkalla, ka nga Aristotelit. Linda Maria Baros, asnjë burr nuk të mbrojti, përktheu Anton Papleka. Amshim dhe poezi vinë në përkthimin e Gjojna Salej. Julia Musakovska boton poezit Fjalët në përkthimin e Vlora Konoshevsit. Maria Dejanovic, Island, poezi, përktheu Alma Braja. Si gjithmonë karikatura e radhës vjen nga Arben Meksi në numrin më të fundit të gazetës Ex Libris. Kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në telefon, numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.